Selamu alaikum wa rahmatullah. Jemi duke u nisë për haxhi, inshallah taala, me haxhit shqiptar, të gjithë pothuajse janë bërë gati tani. Një çështje që rrihet shumë kur njerëzit shkojnë në haxh është puna e fotove dhe videove gjatë haxhit. A ka ndonjë problem që njerëzit bëjnë foto dhe video gjatë haxhit? Haxhi është kujtimi më i bukur i jetës. Haxhi është udhëtimi i jetës. Si më thënë, haxhi është kulmi i adhurimeve të Islamit dhe nuk ka asnjë problem fetarisht që haxhiu t'i ruaj këto kujtime duke bërë foto apo video. Dhe se kjo nuk ka lidhje fare me atë që disa njerëz, jo po si fajësia, jo po për çfarë ke shku në haxh, nuk ka lidhje fare. Argumenti. Zoti thotë në Kur'an, nuk është mëkat për ju që gjatë haxhit të bëni tregti. Dhe ne kur shkojmë në haxh të ime o Zot na jep mira në këtë botë. Kështu që nuk ka lidhje, pra, nuk ka lidhje fare dhe nuk ka asnjë lloj problemi që haxhiu të bëj foto, të bëj video dhe t'i ruaj dhe t'i kujtoj. Normalisht që njeti duhet të jetë për hatër të Zotit, dhe qëllimi është për hir të Zotit, po pse i ruan me kujtime këto gjëra, nuk ka asnjë lloj problemi. Po nëse i shpërndajnë, edhe nëse i shpërndajnë nuk ka problem, sepse ju ofrojmë njerëzve haxhin, u dashurojmë njerëzve haxhin, pra shpërndarja të bëhet me njëtin e dashurimit të haxhit për njerëzit, të dinë ata se si është qabja, çfarë bëjnë muslimanët kur shkojnë në qabe, pra t'ua ofrojmë njerëzve haxhin, t'ua bëjmë njerëzve të dashur atë ky njeti dhe qëllimi kur shpërndajmë videot apo fotot e haxhit, dhe normalisht nuk është qëllimi i asnjë muslimani që të duket apo për sifajsi. Kështu që mos e vritni mendjen fort, edhe stresi zero. Allah i rrit. Do t'ju kënaqim me foto dhe me video.